Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbar, një ditë me realizime të bukura, hapa të rëndësishëm drejt atyre destinacioneve që keni menduar që më herë dhe që punoni çdo ditë për ta. Betejë në një fushë me katror, me kuaj, ushtar, mbretër e mbretëresha. Diçka mbreslënse që vetëm ata që zhvillojnë këtë betejë e dinë aq mirë. 5 ditë në qendrën kulturore të fëmijëve u zhvillua kampionati i shahut me pjesëmarrjen e 150 shahistëve nga 30 shkolla të qytetit. Natyrisht emocione, natyrisht mbresa, por edhe sfida të bukura, gëzime për fitimtarët, por edhe frymëzime për ata që në anën e kundërt nuk mundën ta fitojnë një betejë, por mendojnë për herën tjetër. Sa bukur është të ndjekësh hapat e një rruge që është, siç e kanë quajtur, gjimnastika e mendjes, e cila ndikon në të gjithë ecurinë e një fëmije, e një të rrituri, e një shahisti. Ndoshta sepse mbështetja nga familja, nga shkolla, nga qendra kulturore e fëmijëve, e cila zhvillon një kampionat unik për moshat e 9 vjeçares, është mbështetja më e rëndësishme që ky sport të jetësohet në brezat e rinj. Unë sot I kam ftuar disa prej titullarëve të këtij aktiviteti, nuk mund të mungonte shahisti dhe trajneri I shahut, zotni Bernard Leka. Mirëmëngjes, zotni Bernard, mirëmëngjes Merita. Kënaqësi që ju kam në studio dhe keni gatishmërinë dhe kënaqësinë më të madhe për të ardhur së bashku me pjesëtarët e këtij kampionati shumë të bukur. Mirëmëngjes Shkodër edhe Shkoderan. Kudo që na dëgjoni, me siguri mendoj që edhe nga rreth të tjera e njehun këtë program në zonës Merita, që ka shumë vite që e drejton, por këtu është interesant se ky lloj programit paraqet ka shumë fusha të ndryshme. Këtu ka nxans, ka pleç, ka ka sport, ka art, ka kulturë. Shkodra ka qep dashun, ka qep mirë, ka qep bukur. Një pjesë e Shkodrës jeni ju me këto kampion që kanë talente që kanë sot. Por pas tyre janë sa janë. Ka ardhur sot Lea Pashkja. Mirëmëngjes Lea. Mirëmëngjes. Po ka ardhur edhe një kampione e vogël siç është Ambra Gjyshja. Nadia mirë zemër, me një fustan të bukur të kuq, ndjesh mirë patjetër. Kurse Arisa Libali nuk vjen për herë të parë, edhe si kampion madje, edhe ndjehet tashmë shumë I sigurt në atë rrugtim që ka krijuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime. Keni marrë dhe kupat, diçka e bukur, diçka që ju kujton ato ditë që ju keni qenë gjithkohën në vëmendje dhe në gjithmonë jeni përqendruar tek fusha e shahut. Është kështu? Si kanë qenë ato ditë? Ishin ditë shumë bukura, me pak emocione, por emocioni më I bukur dhe më I veçantë ishte I fitores. Apo jo? Bra, për cilën ndeshje I gëzu më shumë? Për ndeshjen se ishte I vajzë, kishte emrin Grace, më duke vështirë thoshta pa hupi, po emra e koha e fitova. E fitove, bravo. Ndërsa Arisi? Përgjithsisht të ndeshjet kanë një kundërshtar të fortë, ishin lëvizje interesante, po kisha me gjë njerënin dhe ishte kundër Henrit, në Toshanit. Çfarë shahistash ka? Shahist I njoftën. Shahist I njohur. Shumë I njoftën. Zoti Bernard. Po Arisi e kaloi faktikisht. Ky ka diçka se këtë tërë fëmijë që janë këtu, që I kena këtu në studio. Kemi edhe Rejan Topçin, I cili nuk e di pse sot ndoshta është lajmëru, po duket shkolla ka pas probleme, duhet objektive, duhet Rejani mëngesa. është kampion. Këto
këto 3 plus Reanin 4 janë përfaqësuesit e cikleve, ëh? Cikleve të ndryshme, Ambra edhe Rejani ishin përfaqësues të ciklit Tult, po i them të shkollës 9-vjeçare. Kurse Lea dhe Arisi janë përfaqësues të ciklit Nac të shkollës 9-vjeçare prap. Në shkolla të ndryshme, po ajo veçanta është e këtyre treve që kam këtu të paktën, këta kanë bërë stërvitje individuale, po them më shumë, domethënë nuk janë të inkuadruar në ekipet e vllaznisë ose të çana kulturore që jam unë, por të kanë dalë. Kjo është bile, kjo është bukuria, ndoshta edhe gash që kanë fitu me lojtarë që edhe stërviten, por puna individuale që kanë bërë në shtëpia ka arrit që këta të arrijnë sukses e të marrin kupat përkatëse në garat e shohut që patëm. Edhe kjo garë çana kulturore e bën për çdo vjet, duar kanë shtëpia Pionierit për ironit fatit, po thamë diçka tjetër, një intervistë e parë që bën në lidhje me kampionatin, speaker aja moderatorja më pyeti kur bëhet ky kampionat. Edhe fjala ime prej hershme ishte kam keni pa linën ku ka filluar ky kampionat. Domethënë vite bile mund dal pak më larg se kujtoj ndoshta ata vite parë kret ka ken baba jam që ka drejtuar aty duket atë shpinë e Pionierit atëherë, sepse një shahis kampion kombëtar shumë vite që është sa dua, ku shumë i njoftun, ka filluar duket e baba jam. Si është quajtur baba jam? Baba jam është quajtur Angelin Leka, i shkurtimisht kanë thënë Lin, por në kujtim, jo në kujtim, por në vitet e 69, 68 që kishe i moshë 18 vjeçare, shkova me të njerin Qeskjo Bani që ka kanë shumë i njoft në Shkodër, moshatar me Sadurakun, kam shku të shtëpia e Satit, e kur e mori vesh se jam djali i Linit, po i tham shkurtimisht, ai më dhuroi një libër me dedikim bile, thotë aty, shahisi të ri, në shaj mirë njohje. Keqë bukur e kot shkurtimisht me ta. Respekt për punën tuaj. Edhe ndoshta nga ky frymëzim sepse çdo gjë bëhet më e bukur kur hapat lidhen me një frymëzim, domethënë me një ngacmim që të bën të ecësh, apo jo, Ambra? Mësues Bernardi është shprehur që përfituesi do të ketë nga një libër dhurat. E ka mbajt fjalën, a? Arisi e ka marrë librin këtu, ja ta shohim. Kështu që zoti Bernardi ka vazhdu traditën e më hershme si ju a kanë dhuruar ju librin, edhe ju keni dhuru. Çfarë janë këto libra? Ç'duhet ditur për finalet? Këtu janë libra të ndryshëm. Po? Janë votu shqip shumë libra, nuk janë votu pak. Edhe promotori ose iniciatori për votimin e gjithë këtyre librave është një mik i imi, moshatori im, është Krista Sandoni. Bile me zotin Kristash, edhe unë kam bërë një libër, po këtyre se kam dhuru, se kam mojtë për vete, se kam sekret. Edhe janë votu sa libra. Edhe ka neshje, ka gjatë buka, janë shumë gjatë buka. Shumë buka. Kjo tregon dashurinë dhe pasionin e brezit të kaluar, më të moshuar, për të dhuru përvojën të rinjve. Mirë, të kalojmë me njëherë tek ato ditë mbreslënse. Ju jeni përgatit prej kohësh të merrni pjesën në këtë kampionat, apo ai erdhi si një lajmërim nga shkolla? Kujdes, shahistët janë në kampionat, si ishte? Pra, ju stërvitini gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, apo në periudhën e fundit është më intensive? Gjatë gjithë vitit mundohem të luaj sa më shpesh, sidomos me babin ose vëllain, por gjithashtu kur kam kampionat mundohem të stërvitem edhe më shumë. Aris, çfarë ndodh me ty? Mi ta gjë si falia, sigurisht stërvitja duhet gjatë gjithë vitit, duhet më stërvit, që unë do më mirë. Por sigurisht ata ditë kampionati që të lajmërohet është, jena pak ai dëshira me luajt më shumë, që me fitu. Gjatë këtyre ditëve, çfarë ndjeni? Domethënë, keni një shtim të forcave tuaja, të mobilizimit, të emocioneve gjithashtu? Emocionet shtohen sigurisht, ki stres, po ki edhe dëshirë me fitu, po sigurisht është diçka që ti duhesh me
si e them, me përjetu, me Po kalu stres. mirë, unë e di që ju më të rriturit keni një ecuri më të gjatë, por Ambra, e cila është në klasën, E tretë, të cilës shkollë, Ambra? shkolla Zemra Krishtit. Po mirë, ku e mësove shahun ti? Kam kënë 6 vite që ma ka bli baba, mandej kam fillu me agjen, edhe kur vite për Italiet, kur shine jeme, luqe ma shumë. Po më sënë, Mandej fillu të më shpjegu ma shumë gjana, edhe të më shpjegu ma shumë gjana, u shtrojësha edhe ma shumë. ty të tërhiqte kjo loja e shahut, ha? Po në shkollë. Në shkollë kam lujt me disa shok e shoqet e mia, edhe me i djallë që kishte emri Mateo që kam lujt, edhe me mësuesancin i kam mujt kajher kam hupur në kagja. Pra, gjithmonë është shumë e rëndësishme të luash dhe të mësosh gjëra të reja, apo ja. Pra, me mësues Hansin, ti ke luajtur vazhdimisht edhe me shokët e shoqet e shkollës. Si ishte ajo atmosferë tek luanit ju bashk, dhe provonit skema të ndryshme, lojra të ndryshme? Ka kënë E bukur. Po mirë, ndonjë ndeshje që nuk e fitoje dot, për shembull, të rrinte mendja që herën tjetër kur të takohen, do ta përmirësoj, si ishte ajo? në herë hupsha, po thosha ishte i drejt mund me fitu. Po tash se në kampionat nga shkolla jote ishe vetëm ti apo kishte edhe të tjerë? Isha vetëm unë. Vetëm ti. Përfaqësuesja e mësues Hansit në këtë shkollë, te Cigli Ult. Bravo. Po mirë, ti i ke fitu të gjitha takimet apo kishe ndonjë barazim? I kam fitu tana, kurse të luja parë, lujta ka një përpara që kishte mik me mretë, kështu që nuk ka mujt me lujt ma si gja, që mendoj se aja do me thonë që ja barazim. Kështu që ti tashmë ke marrë një kupën e parë apo ke edhe kupa të tjera? Kupën e parë. Po ku e ke vendosat kupën e parë në shtëpi? E kam vu të Iraft, edhe bashkë me medalin edhe certifikatin, edhe i fototemin me kupën, e kam vu atë dhe ka dalë shumë bukur edhe jam shumë e gëzume. Ti nuk do të harrosh asnjëherë këtë kupë. Apo ja. Profesor, besoj se kjo ecuri është breslënca, apo ja, të nisësh një rrugtim të bukur në gjimnastikën e mendjes siç është shahu. Që jo, në vërtet, unë do të thamë disa gjëra, ndoshta disa për kampionatin do të flas përgjithësisht, se kështu duhet fol. Bukuria e këtij kampionati ishte se ky do të zhvillohej me 5 ditë. Edhe atëherë programin e vendosa vetë, e bëna vetë, 4 ditë do të lushin, domethënë 2 ditë një grup, 2 ditë një grup tjetër, si mas grup moshave, domethënë si mas ditë. E dita fundit do të jetë ditë përmbyllse, ditë një lojë blitz që bëhet kampionate kombëtare komplet me sahata prej fillimit deri në fund, edhe kjo është shumë bukur bile kjo gara e ditës fundit. Edhe unë nuk kam qenë vetëm aty, kam qenë me profesor Agim Torshanin, që është shumë i njohur në organizimin e eventeve, por kam qenë me sekretarin e shoqas Unioni Shërizit Veriut, që dhe shikonte se si është pjesëmarrja, si është niveli, si është mundësia që në tavën mos mesim vetëm me këtë garë, të qenë kulturore, mundësisht bëhet një tjetër që ai mori përsipër do të realizoj. A mund të realizojnë, nuk e di, mos të mesin vetëm këtu. Se bili edhe nga Tirana, kur e morën vesh tane, po ju kështu thoni për çdo vjetën, në kampionate kombëtare nuk merrni pjesë. I thënë kështu kemi, ne nesim flakën fillim vitit, mos e gjatë vjet nuk di çfarë bëhet, se faktikisht mungojnë fondet, faktikisht kjo është kryesorja për mbështetjen e talenteve. Unë dua të ndalem tek ky organizim, pasi është një organizim unik i Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Ajo nisë me sa di fillimin e veprimtarive të kampionateve me shahun. Po, ka s'pada kjo adat panverore, po i thamun që fillojnë sportet tjera, një mas një, mas mjeta ping-pongu, vazhdojnë tjerë, një mas një.
edhe bën me shumë rregull. Kjo do të thotë që ka një nxitje, një stimulim dhe një mbështetje të... Si mjetë është më mirë se çdo vit rive. tjetër, se e shikoj, fillim. Do më thonë pjesëmarrja më madhe... Po, pjesëmarrja më madhe, po edhe niveli i fëmijë kam çudit më shumë, sepse fëmijë që këtë tre këtu, që nuk stërviten, po tham para ekipe, në ekipet e vllaznisë ose të qenë kulturore, kanë dalë në vendet e para. Këtu është merit e mësuesave, po merit kryesisht e shtëpive se aty merren me shahun. Domethënë, shahu ka hyrë për shtëpia, këtu si mjet a fut edhe shahun për shkolla, domethënë a fut si pjesë e lojën po thamë e Komitetit Olimpik, por çudi Shkodër na kanë lënë si jashtë. Këtu fëmijët na kanë kalu, kanë arrit nivele. Ne s'kemi arrit që t'i kapim, po tash besoj që do të mundohem të organizojmë t'i fush në fide. Federata e shahut nuk ka vëmendje ndaj... Jo, ka vëmendje, po harru Shkodra se a gjyna mos tjetë Shkodra në këtë projekt, domethënë projektin e futjes shahut në Shkodër, kështu më nëjën. Derisa kena masivitet, kena nivel. Po gjithsesi besoj se do të arrim, besoj do të arrihet kjo punë se duke po punë. Bile po flas për federatën. Federata na ndihmon për organizimin. Federata ka shumë përpara me rezultatet veta. Presidenti i federatës, zoti Erald Dervish, që përshëndes, është në forumet kryesore të FIDE-s, Federatës Botërore, ka organizuar kampionate botërore këtu. Është bërë Champions Liga par vjet, ka kampioni i botës këtu. Vjet kampionati botëror i trive, kam kënë arbitër aty. Domethënë, nga ana kështu shoh po ec mirë. Për vazhdon. A e dinoj, a e zotnia që këtu ka kampion që mund të ndeshen? Ata mund të vinë, hajde i thot, por duhen fondet. Pa kanë shmije bajginat, me thënë drejtën. Edhe për po thënë mbledhin fondet. Punon sekretarja, shumë mirë. Organizimin e kampionateve zakonisht kombëtare e ban zoti Krista Sandoni që është shumë e pasionuar, shumë punëtore, domethënë gjithsesi s'ka kampion, të cilët donë me botën libra, keni qef ai ban gjithçka. Patjetër. Çfarë ju shtyn, sepse këto certifikata që ju i mbani në dorë janë krenari, natyrisht, për ju vetë, për familjen, për ecurin, apo jo, zotni Bernard. Po, kjo është nxitse, është një impuls shumë i madh. Nuk është rastësisht, ma Arisi fiton për herë të dytë, apo jo. Po, Lea ka një Po, që marrë një çmim, por ka marrë pjesë 4 herë tjera. Kështu që çdo vit ka qenë një shkallë më lart, deri që arrite të jesh kampione. Ambra filloi më një herë. Po sa punë duhet që të rrish shumë gjatë aty, Ambra gjithmonë që është kampione. Mirë, profesor Bernardi thotë që kanë merit familjet, shtëpi. Patjetër. Ato vatra të mrekullueshme, të vlerave, të shumta qytetare, por të edukimit, të motivimit të fëmijëve, dhe loja shahut është një ndër to, apo jo. Si ke nisur shahun ti, Lea? Për herë të parë mua më ka mësuar babi, që kur kam qenë 7 vjeçe, dhe më pas kemi vazhduar duke luajtur për qef me njëri tjetrin, me vëllain e tjerë. Po mirë, si do ta cilësonit ju, se cili do të më thonë diçka, si e ndjeni ju, si është për ju loja shahut, ajo fush me katror, e cila ju bën të mendoni shumë? Paktën për mua, kur luajsha është një si e mirë, për qenë se është një lojë që bën të menut, nxit. Të nxit të mendumit. Është ka herë një ditë që fish të mundesh me shpreh, veç kur e lum. Lea, për ty? Për mua është një emocion i veçantë, por nuk mundohem me përjetu me stres, por mundohem me shiu lojën. Po për ty? Përse mua është një lojë shumë e vogël se të bën me menu më shumë. Zoti Bernard. Ja, disa të veçanta të kampionatit në është shkurtimisht. Po. Kampionate rëndësi ka që i kanë bënë për shkollë, më sa kuptojnë, për me darë këta fitues. Jo këta, po të manë gjithë fëmijë që kanë arë aty përfaqësuesat e shkollave. Po ka pas shkollë për shembull që ka pas 2 lojtarë shumë fort, mos më thonë tërë. Po. Unë nuk kam kënë me idenë e përjashtimit, se të losin edhe tjetër, domethënë ka fut ndoshta
jo të përfasu shkollë, pa ka fut dikon tjetër, po të marrin pjesë në kampionat, domon mos jetë jashtë Sa kampionat. të bukur. I përsen. Ka Të fut prej përfshihen. tjetër. Edhe kanë lujt ata. E kam fut kampionat. Kam fut një gjatë krejt vogël, Rudi e ka emnin. Kopshti, Rudi të 5 vjeç. 5 vjeç. Interesante. Me bab Gjerman duke se unë komunikoj keq me te, Po, po e si? ka fut në kampionat. Te Ambra është diçka tjetër. Ambra nuk din gjë, po e tham unë. Në ditë dytë kampionatit, që kishte marru gati gjysë e kampionatit, bjen një mësuese, bjen një nxënës, thot s'ka mujt marrë në ditë parë, po kam i fut më tash janë katër, po ma fut dikun të losëm dikën. Po. Edhe futa me lujt, po futa me lujt me ata që kishin pushim e që ishin nga fundi i tabelës. Po. Edhe i mujti të treja, vjen mësuese, kjo i ka fituar, po i ka fituar, po është jashtë garet, me që tham, tash i do të provoj tamam si jashtë. Edhe futa me lujt me Ambrën. Ambra ka mujt për 3 minuta, u qa, e mujt atë, dhe më të i ka qua që edhe aja, a kështu Ambra për ja, se kujton kja. Këto janë- Dhe më se pas idejnë e përjashtim, se që na fëmija Idenë do të asnjëherë e përjashtuar, asnjëherë jashtë një emocion, Si mos mundësi, një e. dëshirë të tillë, por njëkohësisht kjo është një emocion që të nxit, edhe ai që nuk ka fitu si vjet, si përgatitet për gjatë gjithë kohës. Ka ndodhur kështu me ju? Po, sepse vitet e tjera nuk është se kisha marrë ndonjë çmim, por nga që u stërvita shumë, tani mora dhe vendin e parë. Bravo. Për Arisin, Nuk është, as e kam shku vetëm të dy herë, kam qysh ka spesh që shkaj të kë kampionat. Edhe se cili vit jam taj më shumë, për atë nxitjen që me marrë vend po parë. mirë, ty ta shahun ta ka mësuar gjyshe. Gjyshi, po. Kur Sa- ka kem 6-7 vjeç, të 6 më shumë. Edhe? Në fillim kam lut me gjyshin, më ka mujt. Po më shpesh në fakt. Kam lut Wina toshe, apo Po, tash si fëmijë është ajo dëshira me fitu me gjithmonë. fitu? Ata bëjmë edhe një Një loj. loj. Pastaj Ai përsëri të mund apo talente pak? e lente edhe ka herë, Edhe ma lente. bë qefin. Pastaj kur rita më shumë, kur u bëna 9 vjeç, hapa një account online, chess.com, edhe të fillova mu përmirësu. Derisa e bujta gjyshin. Ja, dhe më thënë, shkurdimisht për të për kampionat e përgjithshme a kja. Se ta gjithë kanë bërë nga 7 neshje, bile mund t'kin bërë dhe ma shumë, edhe mund thamë, shkurtimisht, dikush ka fituar, e dikush tjetër ka mësuar. Se edhe ai që ka humë, ka mësu shumë për kësaj garë. Kja ka vlerë sepse vitet tjera, se tasat 5 vjeqojnë e kam fut. Kam fut në kënd tjetër që janë dopë, po vitin tjetër në shën puna, do t'jenë shumë të përgatitun. Respekt për punën tuaj, respekt dhe mirënjohje, natyrisht edhe për këtë mundësi dhe dashamirësi me të cilën u drejtoheni fëmijëve, respekt për qendrën kulturore të fëmijëve. Falenderoj shumë drejtoreshen, Shtëpia e madhe e por fëmijëve jeta në kele që Shkodër. në ka ndihmu shumë, Orieta. edhe shahën ka dha një dhomë më të madhe, janë shtu ditë e garave te për rëndësishme. Kishe i përgjithësi, e kishe i knatësi, kur arrit një ide ndoshta, një dëshirë që i kishe me kohë, po realizu këtë vit, për mu të pakten, për një Erion organizimi e një Traslia, kampionati, një tamam përshëndetje dhe bukur. Si drejtuesi sporteve, e di që shahu ndes vetëm atë fillimin e një rrugtimi shumë të bukur me mbresa të jashtëzakonshme dhe natyrisht këto fëmijë janë ata triumfatorët e parë. Pasqysh natyrisht Në shembull për tjerë ka shembull. A janë fëmijë të mirë, janë fëmijë të rregullt, dur, domethënë i shoh nga në aspektin tjetër, që atë mundi nga lënë pak edhe shohu të jep i fija atë. Po natyrisht, sporti, Në shënë arti, fjes, çdo janë sport. disiplina, janë disiplina formuese, është të jep më shumë në shkollë, si ju kanë pritur? Në shkollë më kanë pritur shumë mirë me duar trokitje, klasa, Në shkollën? po në shkollën austriake. Pra ti ke drejtim teknologjik dhe ndërkohë shahu është një ndim si joti. Apo jo Lea? Me Arisin ka një tjetër emocion. Unë kanë zyshat, kërëse shku këma, unë kanë mirë prit me orime dhe shokët më kanë... Dhe drejtoresha ka ba një foto me ty. Foto me ty. Bravo. Diku është në insertet tona. është në disa herë duke. Është në disa herë, po. Ambra, Kurse ha?
kurse mu shok kanë shumë gëzuar bashkë me mësuesen e kërhina glas vedhun e të vërtit Ambra. Ambra, kampionja. Ti çfarë u the? Faleminderit. Faleminderit, kam pas shumë emocione. Po më në fund emocione pozitive. Zotni Bernard, po? Fjala e këtyre që më thotë është po kuptoj se kanë prej shumë mirë, krejt mirë, shumë bukur. Shkolla duhet ta bëjnë patjetër një promovim të këtyre ta persona, sepse kujtoj vite tjera me keqardhje, një fitues shumë i suksesshëm që shkova te shkolla, te drejtoresha i thash, nxjerrë para shkollës që t'jep një redat, nuk e dha se nuk e dha. Domethënë kam duket si minus, po anë vlerë, s'ka një vlerë të madhe, domethënë. Jepe një lavdëm para shkollës, që ta dinë e tjerë, ta dinë që të jetë nxitse edhe për të. Absolutisht. Po, gjithsesi, kështu mendohet. Përveç të ftuarve në studio, zotni Bernard ka çmime të dyta, ka çmime të treta. Madje unë ndoshta disa prej tyre i kam pasur edhe në studio herën tjetër. Kanë motër e vëlla që kanë luajtur aty dhe të dy kanë fitu jo vendi 3, vendi 4. Të shpjegoj si janë ndoshta po e di. Po, jo po të them. Meriza Kraja dhe Ispan Kraja. Po ka të tjerë. Ja, më qësa puna që po kujtet, emri është Meriza Kraja. Jo vetëm Meriza, po edhe Meriza vajza ka kënd vjet këtu. Shimjet nuk arriti faktikisht se e mujti e ka Lea domethënë, aja nxon se imja, po gjithsesi duhet për kushtim, duhet kujdes, duhet vëmendje. Se më luaj pak si shpejt. Kemi Henrin. Po? Henry po marr vëllai dështi. Vllai shumë përgjithësi dopt arriton fitim vitit, por dën ti ka pas një rritje të prejhershme e këtu doli 4-ti te grupi vet. Radi solitar shumë mirë, edhe te blici mirë, po edhe fëmijë si me gënjt loje që duhet ta kesh gënjtën për fitore se s'bën. Se e mota ndoshta është shumë e përgatitur, po se ka këtë gënjtën. Kur turesh do turesh me shumë kundërshtarin. Këto janë ato djesit që t'jep një sport edhe një... Se dolet në foto, po. Kështu që gjithsesi ky kampionat ju ka frymzuar apo jo? Po tjetër. Do më thënë, ju ka dhënë një dëshirë më të madhe për me u përgatit ma shumë. Po, për vitin tjetër. Po mirë, zotni Bernard, këto kapacitetet tashmë nuk mund të inkuadrohen në skuadra me vllaznin. Po atje për shembull Ambra më ka dhënë fjalën do të vitë çana kulturore, se un kam ekipin aty, do të vinë ka 2 herë në javë. Po njëkohësisht edhe Arisi. Se domthon është nevoja me shku një nivel pak më të lartë. Domthon gjithë nivel pak më të lartë, një mundësi pak më shumë. Se shoqër i lë me kamp mall aty, për shembull Arisi pak a shumë me këtë nivel që ka, është nivelin tim. Por un kam fëmijë shumë, janë nivelet ndryshme. Kjo është ndoshta minusi ka fillojnë shohën për sport aty, janë tjerë me nivel shumë të lartë. E mundohem i grupuar kështu veçanta pak mësim këtij, pak mësim atij, se kështu do të rrezikë se ndryshë s'bën. Po kur ecën krahas të tjerëve është diçka shumë e bukur. Po ka ku më shembull, ka ku më shembull, se duhet. Sepse këmbëhen përvojat, një figurë, një tjetër nuk është e një lloj për çdo takim, apo ja? Më thoni. Bëhet shumë nga loja, nga pozicioni. Nga pozicioni. Për ty Aris, cili ishte takimi më sfidues? Më sfidues. Pak të kë që ishte me çmime, që e ba për kupat, për medaljet. Do të thosh se me Henrin e kam lënë barazim, lojën me Henrin. Inëri të përshëndesim, do të thosha me vendin e tretë. Po. Që është lojë që e kam bërë deri në fund. Pra, deri në fund, hap pas hapi. Për ty Lea, kishte lehtësi? Mendoj se loja pak më e vështirë mund të jetë ajo loja për finalen, për vendin e parës. Deri në atë moment ti ke qenë hap pas hapi me shoqen që është në vendin e dytë? Po, pak u kuptote se kush do të delte në finale nga pikt. Nga çdo hap. Si ka emrin vajza në vendin e dytë? Cindy. Cindy të përshëndesim. Cindy Proni.
Kështu që Letara fort. ky kampionat lançoi vlera, lançoi emra, nxiti një atmosferë konkurruese, por edhe frymëzoi shumë. Apo jo, Ambra, ti në familje aty ku ta ka mësu, siç the babi Axhi, kushërina, besoj se e kanë marrë vesh edhe ato, apo jo, që ti je fituese. Dhe të kanë premtu se do të sjellin ndonjë fush tjetër shahu, apo ke shumë të mirë atë fushën e shahut? E kam më mirë, se kam edhe i tjetër. Është fushë e vjetër, por 20 vjetëve. Më ka fal Axha, ka thënë që ke dalë kampion e shahut, e kam marrë. Sa bukur. Dhe ti e mban si një dhuratë të çmueshme, ëh? Këto janë hapa që ndërtojnë zotni Bernard. Dhe që një mjeshtër i malë, laskër im duket ka thënë diqa, luajnë e shahut. Herë fiton, herë mëson. Po thotë këtë gjë. I 100 fitore, një humje. Për se humje do të mësësh. Dhe më kështu e paraqese, për humje do të mësësh, se fiton e ketë letë kundërshtojnë kur gjë, po humja, pse huma? Analizohet. Ju thatë që në ky kampionat ishte mbreslënës për vetë cilësinë që paraqiti, por edhe për pjesëmarrjen. Pjesëmarrja një, po cilësia. Cilësia më çudit më shumë, niveli i vajzave, bile me thonë, i vajzave me nivel nalt. Me nivel nalt, ku kanë mësu lojën këta, më vjen që edhe si që di, a shkolla, a shtëpia, se nuk janë të inkuadrum. Vjen punë për inkuadrim, se edhe nosa të hiqen pak se jo, kanë angazhime tjera kështu, por shohën e lujnë, po, ashtë edhe qa, ashtë edhe interneti. Dhe më duhet futë edhe kja. Nosa losin online quhet, losin direkt. Arisi luan online, po ti Lea? Po dhonë mundohem në kotë tjerë të luaj. Po pse më pëlqen të ketë gjithmonë marrëdhënie njerëzore, edhe në psikologjinë e kundërshtarit apo të luaj me kundërshtar direkt, me kundërshtar, nuk kanë me teknologjinë. Luaj me kundërshtar direkt, janë persone me emra ata. Ja, kundërshtar. Me çfarë kundërshtarsh nga ishin ata? Kja s'merret vesh. Merret vesh, nuk merret. Kjas nuk merret vesh. Nuk prezantohesh nga je. Aty ka flamurin nga vjen. Aha. Ja s'mund ta marrësh vesh. Ose del anonim. Por gjithsesi është një lojë. Gjithsesi. Shkurtimisht po them diçka. Se unë ka kohë që lës në internet, kam lujt me një person, me sa kuptoshe, ishte italian, po 1 vjet, 2 vjet, po kishin kaq mirë kuptim në lojë njëri me tjetrin, e kaq knaqësi, që arri moment në pyet mu, prej ka je, si je, ku je, nuk do të me lidhi marrëdhëniet, ma të ngusht. Po kur i kam thënë, jam shqiptar, e largu s'ka rrit bëhe mu. Mu duk ka shfrymi për mu duk te për fryse. Sinqerisht që thëmë. Nuk kja punë, se a menu dikur për shqiptarët është, po ka vjetë kja punë. Po gjithsesi shqiptari po integrohet gjithmonë në pushtetin. Unë ju uroj ecuri të jashtëzakonshme. Besoj se nuk do ta lini, pavarësisht do bësh doktor, inxhinier, ekonomist, instrumentist, balerin, piktor etj. Shahun nuk do ta harroj. Nuk do ta leni, ë? Është diçka e bukur. Kam doktora shumë të njoftun që i kam po nxënësa, e më presin me shumë knaqësi, e më shërbejnë kur kam ndonjë nevojë, domethënë, e kam knaqësinë time, domethënë se a vlerësu puna jeme e dikurshme, me ata fëmijët e dikurshme, po them. Zotni Bernard, shumë respekt për ecurinë tuaj, për dashurinë që shprehni ndaj të gjithë atyre që vinë në qendrën kulturore, të këtyre organizimeve siç është kampionati, të këtyre takimeve që pa lënë askënd jashtë, por duke i ftu për të hedh hapat një pas njëshëm në atë rrugtim që ata e mendojnë shumë të bukur dhe i vërtet kështu është. Falenderoj edhe mësues dhe fizikulturës, disa, se po them gjithë që kanë punu në shkollat e tyre me zgjedhje elementin, kanë punu, por ndoshta i vetë kam se kanë qef me ndërhy, të në fundit unë jam një nivel tjetër, unë e di se ç'a bëj, kanë qef me ndërhy në mënyrën e organizimit. Tashti i tham, "Maleni mund të shket punë, s'keni pse hin këtë punë." Nuk ka hile. Këtu janë të gjithë, se fëmijët kënaqen. Jo për shkak të njerëzit nuk përdorin sahatin, po din si e përdorin sahatin, janë zhiv. Kështu që respekt shumë i madh edhe për shkollat, për drejtuesit, për mësuesit. Ti patjetër, Ambra, do të përshëndesësh të gjithë familjen tënde të dashur, por edhe mësues
Hansi. Mësues Hansi, i cili të solli këtu dhe vjen për të marrë, për të çuar në klasë, për të vazhduar mësimin, atje do të pyesin se çfarë the, ti thuash që e përshëndet edhe klasën. Ha? Po. Gja shumë e bukur. Ju përshëndes Arise, Lea, ju jeni të rritur tashmë, besoj se çdo hapi juaj është i mirë menduar, ndërkohë që zotni Bernardi është ajo busulla dhe magneti që i mbledh fëmijët dhe shahistët edhe në kampionate me të tjerë shahist, por që është një dritare e talenteve në shah nga Shkodra. Unë uroj që federata të ketë më tepër vëmendje për të nxjerrë në pa talentin dhe punën e këtyre fëmijëve dhe të rinjve. Ndoshta diçka e fundit po them, po gjithsesi aty në Facebookun tim, emri Bernard Leko, kam zgjerë gjitha fotot që kam bërë unë. Po që kanë bërë tjerët, që mi kanë dhënë mua i kam zgjerë donat, shohin që secili ta shohin vetë aty, një kujtim është, me thënë drejtën. Në Facebook mund të jenë ndoshta 30 fotografie, 90 nuk di sa janë, një video, gjithsesi është një kujtim i bukur, që s'kam dorë për video, unë kam dorë një foto, po tjerët janë fëmijë. Pasqyrim aktivitetit. Një kujtim mbreslënës, por dhe një rrugë që ka nisur dhe nuk do të ndalet apo jo. Ju falenderoj shumë Ambra, Aris, Lea, ju uroj e curi të shkëlqyeshme, ju uroj që të vini dhe herë të tjera me kupa të tilla. Shumë të merrni pjesë në kampionate, përveç kampionatit të shkollave, edhe në kampionate të tjera. Zoti Bernard, respekt pafund për ju. Faleminderit për respekt, faleminderit që na thret na pasqyrojmë edhe këta punën tonë që bëjmë. Respekt për punën. Ndoshta të pak, por gjithsesi një shtys më shumë. Jo, është punë e vlefshme, respekt për qendrën kulturore të fëmijëve, Kujtim Alia, që është unike në organizimin e të tilla aktiviteteve, pa të cilët këto fëmijë ndoshta nuk do të kishin këtë ecuri, nuk do të kishin këtë vijshmëri dhe këtë nivel. Faleminderit dhe suksese.